Nëpërmjet këtij shërbimi, policia e shtetit siguron kontroll më të plot territorit, duke mbuluar me shërbim policia ato zona ku nuk mund të patrullohet me automjet të tjera ose në këmbë. Rritjen e shpejtësisë dhe ndërhyrjes së patrullave të policisë në zonat dhe në qendrat banuara në kohë reale. Rritjen e parametrave të luftës kundër krimit, pasi rrisim befasin në ndjekjen dhe kapjen e autorëve të dyshuar të ngjarjeve kriminale me një herë dhe pas kryerjes së veprës penale. Kosto shumë më të ulët të shpenzimeve në raport me shërbimin e patrullave të përgjithshme me automjet, qasjet shërbimeve të patrullave sipas standardeve të policimit perëndimor, duke vënë në eficiencë të plot të gjithë teknologjitë e tjera që tashmë janë lartësuar. Ne dim shumë mirë që bota e krimit mobilizon burime financiare dhe infrastrukturë që shpeshherë është shumë hapa para ndaj shtetit dhe ndaj policisë. Ai është detyrë e jona që të bëjmë ç'është e mundur që nëpërmjet modernizimit të policisë të jemi në gjendje të reagojmë në mënyrë efektive, duke mos lejuar që krimi të vazhdojë të jetë para nesh. Përveç kamerave të trupit, Policia e Tiranës dhe disa qendrave urbane pasurohet edhe me këtë njësi operacionale të lëvizshme, duke rikrijuar një model tejet pozitiv për policinë e shtetit dhe mbi të gjitha për marrëdhënien që duhet ketë policia me qytetarët, në patrullimin urban dhe në reagimin ndaj shqetësimeve të qytetarëve.